Për herë të parë, Bishnica, një nga fshatrat më piktoresk të Mokrës, organizoi festën e fshatit, një aktivitet që mblodhi banorët që sot jetojnë në qytete të ndryshme të Shqipërisë apo në Europë dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pas shumë vitesh, oboret, rrugët dhe qendra e fshatit u mbushën sërish me njerëz, duke kthyer këtë ditë në një festë të madhe kujtimesh. Edicioni i parë i festës u shoqërua me ekspozitë fotografike që risolli historinë e Bishnicës, shartarëve, inxhinierëve, këngëve e vallëve popullore, si edhe gatimet karakteristike të zonës. Aktiviteti kishte për qëllim jo vetëm bashkimin e komunitetit, por edhe promovimin e vlerave kulturore, historike dhe turistike të fshatit. Kjo është një ekspozitë e cila bëhet në kuadër edhe të festës së Bishnicës, një portë ose një derë drejt pyllit. Është një ekspozitë e cila është fokusuar kryesisht në stabilimentin e sharrave, i krijuar në vitin 1947. Ky stabiliment lidhet edhe me funksionimin e fshatit Bishnicë, me rritjen e tij, me zhvillimin e tij. Madje do të themi që në këtë periudhë Bishnica njihet si një qytet e vogël. Janë aspekte të ndryshme të jetës, të punës së banorëve në sharra, por jo vetëm, po ashtu edhe një punë mjaft e mirë këto 30 vite e fondacionit Diakonia, që ka dhënë një ndihmë shumë të madhe në këtë zonë. Bishnica është një nga fshatet që ka potencialet shumë të mëdha për sa i përket zhvillimit të turizmit, sidomos të turizmit natyror, por edhe turizmit malor, pasi në afërsitë e saj janë ligjenet e Lukovës, monument natyre, të cilat ofrojnë një potencial shumë të madh për sa i përket zhvillimit të turizmit natyror, po ashtu edhe shkemi i qytetit një atrakcion historik, gjithashtu kanionet e Lëngës, mali i Gurit Topit apo dhe Guri Zi, të cilët kanë një potencial shumë të madh për sa i përket zhvillimit të turizmit malor. E njohur si e bukura e Mokrës, Bishnica ofron natyrë të paprekur, pyje, ajër të pastër dhe një sër destinacionesh që tërheqin vizitor vendase të huaj. Dikur Bishnica ishte ndër fshatrat më të populluara të krajinës, stabilimenti i sharrave dhe përpunimi të lëndës drusore siguronte punësim për 10 familje dhe ishte shtylla kryesore e ekonomisë së zonës. Pas mbylljes së tij, shumë banorë u detyruan të emigronin, ndërsa sot në fshat kanë mbetur vetëm pak familje që jetojnë kryesisht me blegtori dhe bujqësi. Bishnica ka qenë qendra e parë e sharrave dhe qendra e parë që furnizonte gjithë Pogladesin me lëndë drusore dhe lëndë përpunimi të drurit. Mbi bazën e Bishnicës u ngrit përpunimi druri në Poglades. Dhe më vonë, mbi bazën e përpunimit drurit, u krijuan 3 ndërmarrje, përpunim druri, shfrytëzimi pijor dhe sharra. Ishte shpërndar lëndë që nga Peshkopia, Saranda, Vlora, do më të shije kujtoj dhe me nostalgji, po dhe me një farë dhe mësurie, me dhimbje të madhe që ajo punë e mirë disiplinuar, e organizuar, e koordinuar dhe drejtuar shumë mirë, në fund fare u shpërben në mënyrën më të keqe të mundshme. Banorët thonë se pavarësisht viteve larg vendlindjes, organizimi i këtij edicioni të parë është një hap i rëndësishëm për të ruajtur traditat dhe për të forcuar lidhjen me vendin ku kanë rënjët. Ne vendosim që të vinë të takojmë me bashkëdhëtarët. Rreth 14 vit jam në Amerikë, 15 vit kam qenë në Itali. Më thonë rreth 30 vjet që jam larguar. Unë kam lindur 65 këtu, në të vend. Ne jemi për turistë, kthehesh me mall. Shumë mall. Në fundit erdhë. Festa më duhet shumë mirë vetëm që takoj njerëzit, shikoj vendin ku kam lindur. Jo fshatat e Mokrës, po gjithë Shqipëria, më mirë se Bishnica nuk është. Dhe nuk do të jetë. Officerët shumë bujar, shumë ikpritës, punëtor, të cilët i ka dhënë me kontributin e tyre, kanë kontribuar në ekonominë e Shqipërisë në atë kohë, bishnicërët. Gjithë jo lëndë drustore që ashtu ka majtë në peshë minjerat e vendit, ka majtë industrinë e drurit, pa ka majtë edhe me punësimin e vetë, u ka dhënë mirëqenie ekonomike vetë të Mokrës, po edhe Shqipërisë. Kanë pa gjithë pjesët turistike të Shqipërisë, Bishnica është një ndër resurset më të mira që ka Shqipëria. Vitin e kaluar këtu u bë investim në rrugë dhe njerëzit kanë filluar të mendojnë rikthimin e tyre. Por asfaltimi i rrugës brenda Bishnicës u dha bënte më të mundshme rikthimin edhe kthimin e kësaj zone në zonat më të mira të qarkut të Korçës, por jo pse jo edhe më gjerë në Shqipëri. Festa e Bishnicës synon të kthehet në një traditë të përvitshme, duke promovuar potencialin turistik e kulturor të kësaj zone.